një deputet sot e kësaj dite në fushat kur dilnim në 25, imagjinon 20 vjet ka që nuk është sistemi mazhoritar. Ka 20 vjet. Rinia nuk e ka pa fare, nuk e di se çfarë do të thotë. Dhe kjo është e qëllimshme, unë doja të them, kjo është një agjendë që është përdorur për të larguar njerëzit nga politika. Mos merren dhe këtu disa dur i bëjnë të gjitha. Këto ndot PD-ja në sistem mazhoritar. Qoftë të korrektur. Po do kthehem te këtu. Do kthehem te këtu sepse tashti neve kemi shkuar shumë larg këtu dhe nuk kthehesh dot për një herë këtu ku duhet. Është një proces ky për të kthyer mbari qendër. Pra do doj momentin e vet. Kjo është bërë qëllimisht. Neve kur shkonim në zonë, na pyesnin njerëzit, pyetja e parë që bënin, a je ti deputeti i zonës apo kandidati që për zonën, pra i të pyet për zonën e vet. Dhe ka shumë drejt, pra njerëzit me drejt shkojnë ka gjëja që funksionon, ka i deputeti i zonës. Çfarë ndodh? Ndodh që unë që kandidoja për qarkun e Tiranës, qarku i Tiranës ka 5 bashki brenda, Tiranën me gjithë rrethinat e veta që është gjysmë shtetin vete, ka Kamzën, ka Vorën, ka Rrogozhinën, ka Kavajën. Dhe tashti ky deputeti duhet i shërbej një zonë kaq të madhe, ku është e mundshme kjo? Kush arrin? Sot Rama i kishte ndarë deputetët dhe nuk i lejonte të bëni kandidatët, të bëni fushate zonë tjetër. Po kjo është vetëm çështje fushate, ne po flasim për çështje si përgjihet nesër. Dakor, sepse ka krauti edhe zoti Rama nga lista e hapur nxorri më shumë kandidatë, se me atë sistem do nxirrte më shumë ai deputet. Pra mund të shpërndaj më shumë. Po te nxorri vetëm një. Tashti ky një, a ja del dot me mbuluj gjithë zonën se ka marr vota gjithandej personale, me drejt njerëzit kërkojnë. Si është e mundshme kjo? Nuk është e mundshme. Njerëzit e di shumë mirë se ku është problematika. Dhe nga krau tjetër, një 30 vjeçar, ku e ka parë ndonjëherë sistem mazhoritar? Ku e ka ndier aromën, shihen që ka një sistem mazhoritar? S'ka kuptuar kurrë, nuk e din. Është i larguar ai. Është automatikisht i larguar nga politika avash avash, jo të gjithë, po shumica. Po të shihni ju të rinjt, nuk marrin pjesë në jetën politike. Është shumë e vështirë dhe të vinë të votojnë. Dhe kjo ka ndruar sepse ata s'kuptohet mirë se çfarë po votojnë. Pra, dakor, votojmë këtu, por kush fiton? Nuk është e qartë. Prandaj do qartësi politike. Do qartësi, do qëndrueshmëri dhe do një kontratë sociale ndërmjet zgjedhësve dhe të zgjedhur. Ky është elementi. Për pyetjen që u mbët, a kthesh dot, nuk kthesh dot direkt mazhoritar. Unë e përqej atë sistem se është përgjegjës direkt ndaj njerëzve. Po me fallësimin e sistemit kaq larg sa ka shkuar ky pendulumi, ky lavjarsi, tashti ne jemi në procesin e kthimit. Ndoshta sistemi elektoral i Kosovës është një sistem elektoral që neve duhet ta studiojmë se mund të jetë më i mirë për Shqipërinë. Patjetër jo në nivelet në specifika, do të thënë specifika, por do të thotë sistem proporcional kombëtar me më shumë se një zgjedhje preferenciale. Pse ju them unë më shumë se një zgjedhje? Sepse ju e dini se kjo është shqetësimi edhe për mazhoritarin që do vi dikush i lidhur me krimin, do vi dikush i lidhur me paran, me të fortin e tjera. Dhe mazhoritari tani imagjinoni ju një kriminal kundër një profesori se si tash sa profesor ndoshta dhe fitojnë, por shumica dorëbuzave fitojnë kriminal. Jemi të qartë se fenomeni Saramile e pam neve. Një askush që mori më shumë vota se sa çmori Edi Rama. Se çmori Tauland Balla në të njëjtin një fushatë aktive zonjës Mile. Dakor, një njerëz anonim. Dakor. E njëjta gjë me zotin Balla në Arkend Balla, mos gaboj, në Durrës.